Kreu i qeverisë Edi Rama ua ka bërë të qartë të gjithë bashkëpunëtorëve se e kanë vendin para SPAK nëse janë përfshirë në afera. Pak ditë më parë rumore pandehur zëvendës kryeministre Belinda Balluku, një nga bashkëpunëtorët më të afërta të tij, por Rama nuk ka thënë asnjë fjalë për të. Përkundrazi, po jep një mbështetje shumë të fortë drejtësisë dhe madje aksionet e saj i shet për kapital në arenën ndërkombëtare. Ai foli përmes një videokonference për Euronews, ku inkurajoi drejtësinë të vijojë goditjet pa parë majtas apo djathtas. Rama unë kujdes të tregoj se ai nuk ka gisht tek aksionet e SPAK pasi sipas tij, ata nuk pyesin se i kujt partie je apo çfarë pushteti ke. Kohët e fundit ka patur shumë zëra se SPAK po vepron me regji nga Rama, mirëpo kreu i qeverisë ka tentuar të distancojë veten nga aksionet e organit të akuzës. Shqipëria po bën diçka të paparë dhe unike në gjithë rajonin, reformën tonë në drejtësi dhe njohje nga ana jon, jo vetëm de jure, por edhe de facto të pavarësisë së drejtësisë. Dhe veprimtaria e plotë e strukturës së posaçme kundër krimit organizuar dhe korrupsionit ka krijuar praktikisht në Shqipëri dhe për Shqipërinë shembullin se lufta kundër korrupsionit është diçka që shkon shumë përtej fjalëve, shkon shumë përtej sipërfaqeve, shkon shumë thellë dhe është tejet e ekuilibruar, pa parë në të majta, në të djathtë, pavarësisht se kush është në qeveri, kush është në opozit, kush ka qenë në pushtet, apo kush është në pushtet, dhe me shumë fakte që tregojnë se ajo çka kurrë nuk ishte ndodhur në Shqipëri, që prej pavarësisë e krijimit të shtetit të parë shqiptar në 1912 deri në shumë pak vite më parë, po ndodh gjatë viteve të fundit. Diçka që asnjë vend tjetër në rajon s'mund të pretendojë dot se e ka bërë, tha Rama. Mëtej ai vijoi të bëjë cinikun duke deklaruar se Shqipëria ka arritur në atë fazë nuk pranon leksione nga askush kur vjen puna te korrupsioni. Dhe kjo nuk është për të thënë që ne jemi më të mirë se tjerët, por është për të thënë se e kemi marrë shumë seriozisht dhe në këtë moment në kohë ne pranojmë mbështetje, ne pranojmë partneritet, ne pranojmë ndihmë, por nuk pranojmë leksione nga askush kur vjen fjala për luftën kundër korrupsionit, tha Rama. Pas arrestimit të Veliajt pati një lloj ndryshimi kursi nga ana e Ramës, i cili nisi sulmet ndaj SPAK, por më pas u tërhoq dhe tani po ndjek një linjë mbështetjeje. Nga ana tjetër ai po ua bën të qartë edhe atyre që i kanë qëndruar në krah se do i shes nëse vjen puna te drejtësia.